Hej Albaner, ku jeni Loçka? Që jeni? A jeni lodh? Që kam nërshnet? Du mi thonë diçka, vërtytet që unë vlerësoj më shumë ditë një njëri është i vlerësoj njerëzit që kanë respektin, falenderimin dhe mirënjohjen. Do më thonë, qofë se u apënin ndërë, ata në qofë se janë mirënjohës dhe falenderues, jo veç për interesin, po gjatë gjithë kohës, pastaj me mbajt falenderimin edhe mirënjohjen. Se nuk është falenderimi vetë sa ke interes, e pastaj mos me pas më falenderim dhe mirënjohje. Por njerëzit që i vlerësoj më shumë të janë ato që janë me respekt dhe e kanë mirënjohjen gjithmonë për personat që ju gjindën dikur në ditë vështira. E unë sot nuk kam asnjë lloj mundësie dhe asnjë lloj dëshire dhe s'kam se si qysh mos me e falenderu një mik timin, një shok timin, Besnik Rullanin nga Kamenica, i cili jeton prej viteve në Zvicër dhe është pronar i Car Trade 24 që është atje. Besnik Rullani, sa herë unë e kam makinën e zanme, e kam në servis, apo e kam jo të targuar, mu Besniku më ofron një makinë që dua vetë, me Car Trade Firet Sfancik, Më thot vllachko, hajde, thot e merre një makinë që dush, edhe vozit kry punë dhe masjell. Nuk du thot as reklam, nuk du thot as parë, jam du të dhonë veç për pikë shefit. Tashi te Car Trade, tu i gjeni këtë lloj të modeleve të makinave. Porsche, Mercedes, Audi, Hyundai, Skoda, BMW, gjitha, ja. Shikon, qofë se futesh te Car Trade, i ke të gjitha. Ose mjafton në website, www.cartradefiretsvancik.cz, i ke edhe i shikon të gjitha llojet e makinave të Car Trade. Besnik Rullani, prej Kamenice, i cili jeton prej viteve në Zvicër, zotit rujt, turitnera për respektin, nderen që ma bon gjithmonë pa asnjë lloj interesi apo qëllimi. Kështu që këta njerëz unë i du shumë, i vlerësoj shumë. Me mua bëhesh mik mënyra se si ma jep një cigare, jo mënyra se si ma jep 1 milion euro. Nuk i dua ato 1 milion euro në qoftë se nuk di me i dhonë. Një cigare me ma dhonë në qoftë se din me dhonë, për mua je mik për gjithmonë. Kështu që ja ku jam në Car Trade, janë qoftë se futem zyra, këtu ja ku është edhe zyra, ja ku janë zyrat e Car Trade Firet Sfancik. Besnik Rullani, zotit rujt turitnera vllachko, dhe shihemi shumë shpejt. Pasi shkova në Bazel me makinën që mura në Car Trade e Besniku, desha me bo një jetë reale aty. Rastisht më ndoli një shqiptar, erdhe më foli, më duket emrin e pat Selman Zeka. Selman Zeka, shife pak se si mu qast edhe e bom një jetë reale bashkë me Selmanin në aeroport, krejt spontan. Car Trade, mos e ndroni Car Trade Firet Sfancik. Bashkë me Fatjunin kena orë Flughafen Basel, shtu, që ku është aeroporti i Baselit, po shkojmë me marrë një shok tonin edhe me po, se këtu ka shumë shqiptar. Oj! Si e? Si kalove? Mirë shumë. Au love? Qa po ban? Mirë. Si e? Jam në video në një të reale. Po përbesa. Të pengon, edhe mu fut? Ki e profesion e ki këtë punë ti. Ky zotëria po më flet për shëndetje, si kalove? E po sa ti të marrën, e kam paramendu njëherë me po kështu që shillova, kështu rastisht, cak. Hej, falenderit shumë, respekt. A të pengon që i në kamera, jo? Jo. Për me? Jo. Kur jetim pal? Prezento? Selman Zeka, jo. Selman Zeka. Jeton këtu në Zvicër? Po. Okej. Vite? Vite. Shiko, unë jam të prit një shok këtu në aeroport. Tosh më si më fole. Dakord. Respekt, s'prish mund me bëj i pyet Si du. Hajde, se kam qef. Fatjan, hajde vllazko. Hajde. Jeta reale është kjo. Në fakt, unë Selmana, po. Selman, egzosh. Unë me këtë jetën reale lëvizi kado, edhe ku ka një shqiptar që ka qef me tërgu pak veten e tij, lirisht më drejtohet. Tash me qenë se më fole, edhe s'po të pengon me bëj intervistë, kam qef me të pyet, se ka shumë shqiptar histori të ndryshme. Ke vite që je në Zvicër apo jo? Shumë vite. Sa vite? 38. 38 vite në Zvicër. Kanë qenë të mira, të vështira për ty? Po edhe të vështira, edhe të mira, mënyra ndryshme, kohëna ndryshme, situata ndryshme. Okej, çfarë ke punuar në Zvicër? Gjithçka. Po përveç. Momentalisht çfarë punon? Se kështu si zotni po dogësh, ha? Me shef bonga apo çka? Momentalisht mirë me transportin e njerëzve që vinë nga shtete tjera. Okej. I përcjellim deri në Ania, po në aeroporte private. Okej. Ata që vinë për shembull prej Dubai, ku të dinë prej. Okej. Po kem çat punë ke, na me çuan ndani duhur ata. Okej, pra domethënë me transport privat që Po.
I merr turistët apo njerëzit që okej. Je i vetë punësuar apo punon për dikë apo? Po, për dikam. Për dikë. Okej, bukur shumë. Ma mirë, ma letë. Ma mirë, ma lehtë. Okej, Selman, çfarë dorsave ty tjetër more? Këtu në Zvicër jeta e mirë për festa, po? Si të thënë, jeta e mirë, në varet për... Do shta për dikon është. Okej. Ka dhe të mira, sigurisht, da një uj ka të mira, ka të keqe, ka gjithçka ka, po... E ti në Kosovë i kaj ti? Unë jam i Medvegjës. I Medvegjës! Se Në roj atë, në roj Në Medvegjës. roj Medvegjës. E tash... Përshëndetje, si kalu? Tash... Pas ka zonë një thotë. Po ku me zonë në roj? Interesant. E pas ka zonë thotë një. Interesant është njerëzit si ashtu. A nalën të studion? Po, mundemi me nalë. Po pa nalim. Hajde rrim këtu takojmë. Ja ku jam taku? Halo. Përshëndetje. Si kalut? Qa bot? A jeni mirë? A vlodhe? Si kalut? A jeni lodh? Më falë vetëm 2 sekonda. Sa ta përfundoj këto? Po interesant more kjo jetë ole imi, është shumë interesante. Jo rreth e mirë ashtu. Po. Këtu jam bashkë me Selman Zek. Selman, hajde na trego diçka interesante. Histori e gjatë është. Histori e gjatë. Histori e gjatë, po. Nime. Sigurisht. Okej. Shiko, 38 vite janë shumë. Janë shumë të Këto, një pjesë tjetë se kam kaluar në Medvegjë. Dhe Siri kam dojë për aty, në Prishtinë, në shkollën studime në fillim. Pastaj jeta në qiti këto dhe që. Okej. Pa dashje. Pa dashje. Pa dashje, sigurisht. Në Medvegjë, në vendin tonë, vjen apo nuk vjen? Po, shkoj nga njëra që. Po, Si duket atje? A ka përparu apo jo? ja, Medvegjja nuk mundet me përparu. Jo, absolutisht jo. Ja, Duket ja. ka shkelje tepër, ta diskriminim, ha? Me përparu atje është problem. Ashtu, ha? Ja, shqiptar kam jetë pak dhe kështu që kam jetë një veni mund lirisht me thoni vdekur. Okej. Tashi ti jeton 38 vite në Zvicër, më thaj. Do me jetu përfundimisht përgjithmonë me nipa, me mbeza, me gjithë trashëgimtarët Pa tu? tjetër, kjo është imponu kështu, jetë man këtu ki familjen komplet me fëmijë, me nipa, mesa, jeta këtu është ka zhvillohet. Çfarë bëj atje vetëm? Okej, S'është ajo, absolut. ai me rako gjithmonë, por Në Kosovë ke qenë? po, Si duket Kosova? Kosova ka përparu shumë, në çdo aspekt. Ka ecë mirë. Okej. Ka jetë mundit edhe më mirë, ka mundit edhe më mirë, edhe besoj që do të bëhet më mirë. Mirë, është unë me gjitha ato që të arritura, jam i kënaqur kështu. Okej, Mirë, bukur. sigurisht që ka për të bëhe alo, kupton. Shumë bukur. Shumë interesant. Kryesisht, Po, më thuj. jo, kryesisht. Okej. Shumë interesant gjë. Ku jam me Selman Zeken. Selman, e para si u taku më rrë interesant, e dyta faleminderit që pranove, e treta pse jo me të ftuar në studio. Ndoshta më na tregu diçka më tepër, me qenë se kjo është jeta reale. Unë s'po du tash me qenë se sot ndalove ta hom siç duhet, pas një histori shumë gjatë që po thu ti. Pse mos më trajtu një temë në mision unë me një shqiptar të diasporës i cili ka mundësi me na tregu shumë gjëra interesante, ndoshta apo jo. Shiko, unë besoj se secili njeri ka diçka për të thënë. Absolutisht. Sa më i vjetër që tjetë, ka më shumë bagazh. Absolutisht. Po. Dhe sidomos jetër të grupet me aktivitete, me edhe kemi për të folë, sigurisht se ka gjithçka për të folë. Ka rrëfime të ndryshme, kona të ndryshme, citata të ndryshme, kupton? Okej. Ka gjithçka për të folë, me të vërtetë. Okej. A më vjen në studio kur të rras? Do më vish për një temë? Nëse më fton, Nëse të ftoj. po nëse fton, besoj se do ta gjejmë një kohë duhur. A beson ti që unë kur ta jap fjalën e moj apo nuk e moj? Po unë ty të një vetëm për mes televizor, do me thonë drejtën e keni emision shumë mirë. Faleminderit shumë. Unë e shikoj, nuk sigurisht se s'mundem çdo Shumë faleminderit. çdo emision, por unë e shikoj me shumë kënaqësi. Jo vetëm për ton kështu, Shumë direkt, po shumë e faleminderit. shikoj me kënaqësi shumë, Shumë faleminderit. edhe do vi me kënaqësi. Edhe unë pra po të jap fjalën që më kënaqësi do të ftoj edhe kemi qenë pjesë në emisionin. E kapim një temë së bashku për jetën në Zvicër, jetën në diasporë, vështirësitë, të mirat dhe të gjitha sakrificat që ka diaspora në këtë vend. Ashtu, kemi për të folë. Kemi për të folur shumë. Shumë faleminderit Selman. Gjithatë mirë. Shumë respekt zotit të mi. Faleminderit edhe ty. Je shumë i mirë. Shumë faleminderit. Shumë interesant kjo Faleminderit, intervistë. Do ta ftoj Selmanin në studio patjetër. Shumë faleminderit, respektet zot mirë i dashur. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit.